Aulona Interfolk Festival në edicionin e 17 që po mbahet në Vlorë nga data 23 deri 26 maj, po gjallëron qytetin dhe jetën artistike në çelje të këtij sezoni veror. Një sinfoni ku ritmet dhe veshjet tradicionale shndrohen në poezi që ecën në këmbë, nga Maqedonia deri në Ukrainë, ansamble që mbajnë veshjet e tyre karakteristike, kujtesën e popujve, ecin me hapin e kohës që u flet brezave për të na dhuruar një mozaik të gjallë traditash, simbolesh dhe ndjenjash që nuk njohin kufi. Aulona Interfolk Festival në kuadër të sezonit turistik Vlora 2025 vjen në kujdesin e veçantë të Bashkisë së Vlorës me mbështetjen e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Nata e dytë e festivalit u mbajt në zonën e Skelës, pranë stadiumit Flamurtari, ansamble nga Shqipëria, Italia, Polonia, Slovakia, Kosova, Maqedonia e Veriut, Gjeorgjia e Ukraina, me këngët e vallet e tyre popullore, po shpalosin vlerat nga vinë. Shqipëria I presi me një duartrokitje. Gjeorgjia Italia Republika e Kosovës Maqedonia e Veriut Polonia Kështu në Vlorë po mbahet për të 17 vitravazi Aulona Interfolk Festival. Festivali do të ulë siparin të hënën me një aktivitet final ku do të shpërndahen edhe çmimet.